Do më unë edhe në vikend ka vazhdu greva 24 orë, edhe sot vazhdon greva, edhe do të vazhdoj greva, edhe nuk do ndolet greva deri në plotësimet e kushteve tona të cilat janë bazike dhe primare. Asgjë nuk janë diçka të paplotësueshme. Se duke pas parasysh që na pi 14 maj jena met pa derivate, na mujna me met edhe pa rroga. Nëse metëm pa rroga, atëherë edhe kompania është në falimentim. Komuna na ka dëmtu rastin e parë të cilën ka thonë mos paguni në pastrim po paguni në komunë. Andaj jenë bërë disa pagesa në komunë edhe qytetarë gjysë s'kan pagu hiç. Kjo ka orë deri të mungesa e financave. Mirë po shkon greva, nuk kemi njatë më dërzu, të thëtë deri në plotësim të kërkesave të punëtorëve. Se nuk është çështja vetëm sot, do të thëtë këtë kompani e kanë lanë mazdore, shijet me vitet tona investime, dopta investime heq, kështu që edhe punëtori dikur i vjen një moment kur çka është mjaft, edhe jemi detyruar marrë këtë. Problemin e kanë këta të drejtori junë, që pjalon pojnë, gjaja se përkes menaxhin. Nuk jem të mbrojt, nuk jem dalë me mbrojt kërkan, absolut, unë jem dalë me mbrojt punën tem dhe familjen tem, se me këtë pagë i maj familjen tem. Kam fëmijë në shkollë, gjitha kemi obligime. Mirë po, përveç me këtë pagë nuk kam asnjë të ardhmë. Nuk jem të mbrojtëne. Mirë po, këta kanë problemin veç që se kanë njërin e LDK-s të na. Se me pas njërin e LDK-s të na, mati edhe si kompani pastrimi i kish hupe edhe jam në krejt, se e kishin privatizu. Këtë veç me ardhë me kufoma, me nënzirë. Nuk kemi mo hiek për këtu. Kemi në qofë se veç janë të na mo dorimin tënë. Një narrativ me një tregim të ndërtuar mbi një pavërtet të madhe, që gjaj se Komuna Prishtinës i ka bërsh në ndërmarrjes pastrimi mbi 2.7 milion, e që vërteta qëndron në faktin që komuna nuk i ka as edhe një euro të vetme bërsh në ndërmarrjes pastrimi. Në asnjë formë, në asnjë moment dhe me asnjë veprim ne as që e kemi rrezikuar ekzistencën e ndërmarrjes pastrimi dhe as që pretendojmë dhe as që dëshirojmë ta vëjmë në pikpyetje ekzistencën e ndërmarrjes pastrimi, që punëtorët nuk e kanë të qartë çfarë po duan, sepse janë të manipuluar, janë të orkestruar, janë të dirigjuar dhe ata nuk kanë mundësi të mendojnë me mendjen e tyre.